Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndaluar tek Big Brother VIP Kosova. Big Brother VIP Kosova është në hapat e tij të fundit, le të themi, duke punuar me intensitet të lartë, duke punuar me një energji të tmerrshme, që të sjellin formatin sa më shpejt tek publiku. Akoma në fakt nuk është bërë data zyrtare se kur do të startojë ky Big Brother, por përflitet që do të jetë pikërisht në muajin tetor, do me thënë shkurt edhe një muaj, le të themi një muaj e 10 ditë nga data ku jemi sot për të startuar ky Big Brother, dhe për produksionin me patjetër që nuk ka kohë për të startuar me gjërat madhore, për të startuar me spektaklin. Janë përfolur jashtëzakonisht shumë se kush do tjetë moderator këtë vit në Big Brother VIP Kosova. Jemi mësuar duke parë çdo sezon Alaudin Hamidin, por siç duket këtë vit ka ndryshime rrënjësore që nga opinionistët, moderatorët, por edhe banorët e kastit, siç duket janë banorë të përzgjedhur në mënyrë specifike që mbajnë vërtet një personazh shumë interesant në veten e tyre. Tani po hedhim një sy tek Jonida Vokshi. Jonida ka qenë moderatorja e 3 sezoneve të suksesshme të këtij Big Brotheri. Me të mirat edhe me të këqijat e saj, Jonida Vokshi ka dhënë vërtet një spektakël dhe ndoshta i ka dhënë meme më së shumti këtij formati, sepse zakonisht memet janë ato të cilat e bëjnë viral një format, por siç duket mes Jonidës edhe Klan Kosovës në këtë rast, ka ndodhur një krisje e madhe. Jonida Vokshi duke që nuk do të jetë pjesë e moderimit të Big Brother VIP Kosova. Do me thënë, edhe pse ne prisnim që do t'ishte Jonida dhe Alaudini, por siç duket nuk do t'jenë më. Përflitet që këtë herë do t'i besohet skaleta e Big Brotherit Florian Binaj, i njohur si Flori, polici i Big Brotherit, Flori i Piranjave. Këtë herë siç duket do të sfidoj veten e tij në rolin e moderatorit në Big Brother VIP Kosova. Me të bashkangjitur edhe një nga moderatorët e Klan Kosovës, konkretisht moderatorja e Kosova Today, emisionit të pasdites. Ndërsa në rolin e opinionistit janë 3 emra në fakt që janë shtruar, i njohur tashmë për të gjithë publikun shqiptar, Valdrin Sahiti ka qenë disa herë në rolin e opinionistit dhe ka qenë i duar trokitur jashtëzakonisht shumë nga publiku, do me thënë e kam pritur publiku me shumë dashuri. Përflitet shumë emri i Adelina Ismailit dhe Ejgjel Shkirës. Tani, Ejgjel Shkira nuk ma merr mendja që do t'jetë në panelin e Big Brother VIP Kosovës, sepse ka qenë në Ferma VIP dhe ndoshta edhe këtë sezon Ejgjeli do t'jetë pjesë e opinionistes në Ferma VIP, do me nga që vitin e kaluar besoj që ka qenë e shkëlqyer në komentet e saj, ka qenë ndër opinionistet më të mira, ndërsa Adelina Ismaili dhe Valdrin Saiti mendoj që ja vlen të jenë në të njëjtin panel, sepse kontradiktat, le ta themi kështu, të tyre do ta bëjnë edhe më dinjitoze panelin. Dua të marr mendimin tuaj.